Dhe problem tjetër është në Shkodër dhe në Korçë kemi shkollat segreguara. Shkollat segreguara janë shkolla ku ka pra, nëse një shkollë ka 100 nxënës, 95 janë rom dhe 5 janë nga majoranca, kjo quhet shkollë e segreguar, sepse ti je në shkollë vetëm me fëmijët e komunitetit tat. Dhe nuk arrin dot të integrohesh siç integrohen fëmijët e tjerë. Mendojnë që është by design, më falë që ndërpres, mendojnë që është by design, mendojnë që është një plan për të bërë këtë gjë, se kjo është e keqe shumë për mendoj. Le të themi që në shkollën Liria në Shkodër, pra që është në lagjin ku jetojnë fëmijët rom dhe egjiptian, ajo është totalisht e segreguar dhe drejtori jep të lloj shpjegimi që këtu në kjo shkolla është në zemrën e komunitetit dhe fëmijët nuk kanë ku të shkojnë tjetër. Ama ekzistojnë ca politika që vetë drejtoritë rajonale të arsimit dhe Ministria e Arsimit ka miratuar për të bërë shpërndarjen e këtyre fëmijëve në shkolla që janë nën 2 kilometra nga banesa, duke ofruar transportin publik që ofron Ministria.